Pse njerëzit fshehin ndjenjat e tyre? Shumë njerëz nuk flasin për atë që ndjejnë. Jo sepse nuk kanë emocione, por sepse kanë mësuar që jo të gjithë dinë t'i mbajnë me kujdes ndjenjat e dikujt. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse kaq shumë njerëz sot duken të qetë nga jashtë, por mbajnë betejë të tëra brenda vetes. Ka njerëz që buzëqeshin gjithë ditën dhe askush nuk e kupton sa shumë janë duke luftuar emocionalisht. Ka njerëz që flasin normalisht, dalin me të tjerët, postojnë foto, bëjnë shaka dhe prapë ndihen plotësisht të vetmuar brenda mendjes së tyre. Sepse shumica e njerëzve nuk i fshehin ndjenjat sepse duan të jenë misterios. I fshehin sepse kanë frikë. Frikë të mos lëndohen. Frikë të mos keqkuptohen. Frikë të mos duken të dobët. Dhe kjo frikë shpesh fillon shumë herët. Psikologjia moderne thotë se mënyra si një njeri mëson të shprehë emocionet krijohet që në fëmijëri. Nëse dikush rritet në ambiente ku emocionet injorohen, kritikohen ose minimizohen, ai fillon të mësojë se ndjenjat duhen fshehur. Dhe gradualisht krijohet një zakon emocional. Njeriu fillon të mbajë gjithçka brenda vetes. Fillon të thotë, jam mirë. Edhe kur nuk është. Fillon të hesh. Edhe kur ka nevojë të flas. Sepse truri mëson se heshtja është më e sigurt se cenueshmëria. Sidomos tek burrat, kjo ndodh shumë shpesh. Shumë djemë rriten duke dëgjuar, mos qaj. Mos u bëj emocional. Bëhu i fortë. Dhe pa e kuptuar, fillojnë të ndërtojnë mure emocionale. Mure që më vonë bëhen pjesë e personalitetit të tyre. Pastaj njerëzit habiten pse disa burra kanë vështirësi të flasin për ndjenjat. Por askush nuk pyet, sa vite ju deshën atyre për të mësuar. Të heshtin? Ka një ndryshim të madh mes një njeriu që nuk ndjen dhe një njeriu që nuk ndihet i sigurt për të treguar atë që ndjen. Dhe shumica e njerëzve i përkasin kategorisë së dytë. Ata ndjejnë shumë. Thjesht nuk e tregojnë. Carl Jung besonte se njerëzit ndërtojnë persona. Një version i vetes që ja tregojnë botës. Një maskë sociale që i ndihmon të mbrohen. Dhe ndonjëherë, sa më shumë të lëndohet një njeri, aq më e fortë bëhet ajo maskë. Kjo është arsyeja pse disa nga njerëzit më të qetë shpesh janë ata që mbajnë më shumë emocione brenda vetes. Sepse heshtja nuk do të thotë gjithmonë mungesë ndjenjash. Ndonjëherë do të thotë mbingarkesë emocionale. Ka njerëz që kanë dashur të flasin shumë herë, por nuk kanë gjetur personin e duhur. Kanë tentuar të hapen dhe janë ndjerë të gjykuar. Kanë treguar dobësi dhe janë ndjerë të pambrojtur. Dhe pas një kohe, fillojnë të mendojnë, është më mirë t'i mbaj gjërat për vete. Psikologët e quajnë këtë emocional supresion. Shtypje emocionale. Problemi është se emocionet e shtypura nuk zhduken. Ato vetëm grumbullohen. Dhe pas një kohe, fillojnë të ndikojnë mendjen dhe trupin. Studimet tregojnë se njerëzit që fshehin vazhdimisht emocionet kanë nivele më të larta stresi, ankthi dhe lodhjeje emocionale. Sepse truri harxhon energji duke kontrolluar vazhdimisht atë që ndjen. Dhe kjo është lodhëse. Shumë lodhëse. Ka njerëz që duken emocionalisht të fortë, por në të vërtetë janë thjesht të mësuar të mos tregojnë dhimbjen. Dhe shoqëria moderne e përforcon këtë edhe më shumë. Sepse sot shumë njerëz ndihen sikur duhet të duken mirë gjithë kohën. Të duken të lumtur. Të duken të suksesshëm. Të duken të fortë. Rrjetet sociale kanë krijuar një botë ku njerëzit tregojnë versionin më të filtruar të vetes. Por askush nuk poston netët. Kur nuk ndihet mirë. Askush nuk poston ankthin. Boshllëkun. Frikën. Lodhjen mendore. Dhe gradualisht njerëzit fillojnë të ndihen sikur janë të vetmit që po luftojnë emocionalisht. Por nuk janë. Shumë njerëz po ecin në heshtje me mendime që nuk i tregojnë askujt. Ka njerëz që duken shumë të qetë, por kanë një stuj të tërë brenda mendjes. Ndoshta kjo është arsyeja pse disa njerëz ndihen më të afërt me muzikën, me netët e gjata, me bisedat e vona apo me video si këto. Sepse ndonjëherë është më e lehtë të dëgjosh dikë që flet sinqerisht sesa të flasësh vetë. Ka edhe një arsye tjetër pse njerëzit fshehin ndjenjat. Frika nga humbja e kontrollit. Disa njerëz kanë kaluar periudha ku emocionet i kanë konsumuar plotësisht. Ankthi, trishtimi, dashuria, humbja,
Dhe pas një kohe, fillojnë të kenë frikë nga intensiteti emocional. Prandaj bëhen më të rezervuar, më të heshtur, më të kontrolluar, sepse mendojnë se nëse hapen shumë, do të lëndohen përsëri. Dhe ndonjëherë kjo funksionon për një kohë. Por ka një problem. Njeriu nuk mund të mbyll vetëm emocionet negative. Kur fillon të shtyp vazhdimisht atë që ndjen, gradualisht fillon të humbas edhe afërsinë emocionale, edhe ngrohtësinë, edhe lidhjen. Dhe kështu lind ajo ndjenja e çuditshme që shumë njerëz përjetojnë sot. Të ndihesh emocionalisht larg edhe nga vetja. Friedrich Nietzsche shkruante, dhe ata që kërcenin, konsideroheshin të çmendur nga ata që nuk mund ta dëgjonin muzikën. Ndoshta edhe emocionet funksionojnë kështu. Shumë njerëz nuk flasin sepse ndihen sikur askush nuk do t'i kuptojë vërtet. Dhe ndoshta kjo është një nga ndjenjat më të vetmuara që ekziston. Të kesh shumë gjëra brenda vetes, por të mos ndihesh i sigurt për t'i ndarë me askën. Ka njerëz që janë bërë ekspert në fshehjen e ndjenjave. Din si të buzëqeshin kur janë keq. Din si të duken mirë kur janë emocionalisht të lodhur. Din si të thonë s'ka gjë edhe kur diçka i ka lënduar thellë. Por trupi gjithmonë mban mend. Psikologjia moderne ka zbuluar se emocionet e shtypura ndikojnë edhe fizikisht në trup. Rrisin tensionin, stresin, pagjumësinë, ankthin, sepse njeriu nuk është krijuar për të mbajtur gjithçka vetëm. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse lidhjet e vërteta janë kaq të rëndësishme. Sepse njeriu ka nevojë për vende ku mund të jetë i sinqert emocionalisht pa frikë. Ka nevojë për njerëz pranë të cilëve nuk duhet të shtiret. Sepse lodhja më e madhe nuk është gjithmonë dhimbja. Ndonjëherë është të pretendosh vazhdimisht që je mirë. Marcus Aurelius shkruante se shpirti ngjyroset nga mendimet që mban vazhdimisht. Dhe ndoshta njerëzit që mbajnë gjithçka brenda vetes për shumë kohë fillojnë gradualisht të humbasin dritën emocionale. Jo sepse janë të dobët, por sepse askush nuk mund të mbajë pafundësisht kaq shumë peshë emocionale vetëm. Ndoshta kjo është arsyeja pse bisedat e sinqerta ndihen kaq të rralla sot. Sepse shumica e njerëzve janë mësuar të mbrohen. Janë mësuar të fshehin atë që ndjejnë vërtet. Dhe sa më gjatë ta bëjnë këtë aq më e vështirë, bëhet të hapen. Por ndoshta forca e vërtet nuk është të mos ndjesh asgjë. Ndoshta forca është të mbetesh i ndjeshëm në një botë që të mëson të mbyllesh. Ndoshta guximi i vërtet nuk është të dukesh gjithmonë i fortë, por të jesh i sinqert me atë që ndjen. Sepse në fund, shumica e njerëzve nuk kanë nevojë për dikë perfekt. Kanë nevojë për dikë pranë të cilit mund të jenë të vërtetë. Pa maska, pa frikë, pa nevojën për të fshehur gjithçka. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse kaq shumë njerëz ndihen të qetë kur më në fund takojnë dikë që i kupton pa shumë fjalë. Sepse pas gjithë heshtjes shumica e njerëzve thjesht duan të ndihen emocionalisht të sigurt. Abonohu në kanal për më shumë video rreth psikologjisë, emocioneve, marrëdhënieve dhe anës së heshtur të natyrës njerëzore. Ndoshta disa biseda dëgjohen më mirë natën.